Ja pra të jemi në të një plantacion kafeje, për shumë ju që ishtet kurios. Edhe kafene kemi gati, jemi nëntor tani. Gjitha këto që janë bërë me të kuqe, tani të akve video ndryshe unë. Edhe tani duket nga ngjyra, të gjitha ato që janë bërë të kuqe mblidhen, të gjitha. Tani, shumë pyesin që më kanë shkruar të ndem privat, nëse kafeja bëhet në vendin tonë. Jo, kafeja nuk bëhet në vendin tonë. Këtu ku jemi ne tani, jemi në një lartësi midis 800 dhe 900 metra. Kafeja ka nevojë për një klim konstante, një temperaturë midis 18 dhe 24 gradë, pra nuk bëhet tek neve. Tani, vitin e parë duhen 4 vjet për të prodhuar kafe. Ka një rendiment rreth afërsisht diku tek 2 deri në 3 kg për çdo rrez kafeje. Tani kjo është kafeja që shumë nuk e kanë parë, sepse hiqet kjo pjesa jashtme edhe mbet vetëm ajo që ne përdorim. Nga viti 5 deri në vitin 20 këtu është prodhimi maksimum për sa i përket kafes, do më në arrin deri në 5 kg. Lartësia këtyre këto mbahen të ulta me qëllim për t'i vjelu kollaj, por këto arrin diku deri në 8 metra, 10 metra, në qoftë se do t'i lënë në gjendjen e egër të tyre. Pra ky është një plantacion kafeje.